Këngëtarja dhe ish-banorja Big Brother VIP Albania Egli Tako ka folur së fundmi në një intervistë për rrugtimin e saj në muzikë dhe kujtoi me mirënjohje projektin që shënoi filmin e karrierës së saj. Gjatë intervistës, Egli u pyet për bashkëpunimin e parë muzikor me Olsi Bylykun, këngë që u kthye në një sukses të madh dhe i dha asaj një ekspozim të gjerë te publiku shqiptar. Artistja u shpreh se ai projekt do të mbetet gjithmonë i veçantë për të, duke theksuar se ndihet mirënjohëse si për këngën, ashtu edhe për bashkëpunimin. Do flisja për gjithmonë, me shumë mirënjohje dhe kënaqësi për këtë material muzikor, pasi ka qenë materiali i parë. Të gjithë artistët e dinë se jo çdo material që lançojnë arrin të prek një masë të madhe të popullit. Ky ka qenë materiali im i parë që arriti të prek të gjithë shqiptarët anë mban botës, kudo që ishin. Shumë mirënjohëse ndaj projektit dhe artistit në fjalë, gjithashtu shpreh Egli. Deklarata e saj u interpretua si një shenjë respekti për një bashkëpunim që pati ndikim në karrierën e saj, pavarësisht se rrugët personale të dy artistëve janë ndarë prej kohësh. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.